Kjo kartë identiteti nuk do të përdoret më vetëm në formën e saj fizike. Nga janari i vitit 2026, qytetarët shqiptar do të mund të krijojnë identitetin digital në telefonat e tyre. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Rama, i cili theksoi se Shqipëria do ta zbatojë këtë sistem një vit para bashkimit evropian, pasi në vendet europiane ky projekt do të implementohet në vitin 2027. Kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë duarve të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale, që është tatimi mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, identiteti digital i Shqipërisë pritet të bëhet pjesë e portofolit evropian të identitetit digital deri në vitin 2027, për të lehtësuar përdorimin ndërkombëtar të tij. Kush do ta implementojë këtë projekt digital në vendin tonë? Kompania shtetërore Identitek, e cila merret me aplikimin, prodhimin dhe shpërndarjen e mjeteve biometrike për çdo shqiptar, do të prodhojë portofolin digital për çdo qytetar. Pak ditë më parë, kjo kompani ka testuar aplikacionin e quajtur Identitek, të cilin çdo shqiptar do ta ketë të shkarkuar në telefonin e tij në janar të vitit 2026. Ky aplikacion do të jetë një dosje elektronike me të dhëna personale, duke përfshirë kartën e identitetit, pasaportat, patentat, diplomat, vërtetime shëndetësore dhe certifikatat të tjera që qytetarëve mund t'ju shërbejnë për të marrë një shërbim publik apo privat. Nga janari i vitit 2026, të gjithë pasagerët që do të hyjnë në aeroportin shqiptar Nën Tereza do të kalojnë përmes kontrollit digital, pa pasur nevojë për ndalesa apo kontroll të pasaportave. I gjithë procesi do të bëhet përmes një porte digjitale, e cila do të skanojë çdo person me anë të fytyrës, në mënyrë që të mësoj identitetin e tyre. Pamja e personit do të lidhet elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e personave si pasagjer. Rama ka theksuar se Nën Tereza do të jetë i pari aeroport në Europë që do të ketë portën digjitale. A është Shqipëria gati për portofolin digital dhe si do përshtaten të moshuarit me këtë risi? Deri më tani nuk ka informacion të detajuar nëse kartat fizike do të hiqen plotësisht nga përdorimi dhe se si do të zbatohet procesi në çdo cep të vendit. Për ta bërë këtë projekt digital funksional dhe gjithëpërfshirës, është e domosdoshme të garantohet siguria e të dhënave, aksesi për të gjitha grupmoshat dhe informimi i qytetarëve.